Pranë vetës kam njërin nga të mbijetuarit e masakrës së burgut të Dubravës, i cili sot, përveç emocioneve, do të na tregoj pak dhe për pikërisht ato përjetimet e 26 vite më herët. Mas po ju falenderoj juve për pjesëmarrjen e juve. Unë jam Bedriku Kalej, jam nga komuna e Deçanit, fshati Prejlep. Kam qenë ushtar i Shtrisë Ligjore të Kosovës, kam pas fatin që të binë në burg, jem plagos, jem rënë burg edhe me tregu për datën 9 maj, deri në 24 maj, këtë vend, kjo është të merë. Kjo është masakra që nuk ka kund, s'ma mërmendje që ka kund rruzën evropian që ka ndodhur kjo masakër edhe nuk ka dhënë hend ala kush përgjegjësi. Kjo është një krim që e ka bue drejt për drejt Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë në atë kohë. Pse mund të thotë dikush, unë nuk kam qenë i burgosur në burgjet e Kosovës. Unë kam qenë i burgosur edhe kam qenë duke e vujt burgun në burgjet e Serbisë. Pas fillimit të bombardimit NATO-s, në datën 29 prill, nena kanë marrë prej Serbie me na transferuar në burgjet e Kosovës. Ky burg ka qenë kamp i paramilitarëve e ushtarëve serb që e kanë marrë gjatë luftës në Kosovë. Edhe në qatë kohë kanë tërheq ata edhe na kanë vendosur në këtu. Ne kemi ardhur këtu e me datën 19 maj ka filluar bombardimi i burgut. Edhe gjatë bombardimit të burgut në 19 maj ne kanë vrarë 4 shok në pavilionin C, ne kemi qenë në pavilionin B, edhe kemi thy dyert drejtarët komplet edhe jemi dalë edhe kemi banuar në për oborët i burgut, prej datës 19 deri me datën 22 maj, ku kemi mujt kemi banuar. Me datën 22 maj, diku rreth orës 5:30 mëngjesit, na ka dhënë urdhni nga kjo pika e vërejtimit këtu që të rrashtohem se nuk ka mu vend strehim në këtë burg edhe duhet të transferojmë në për burgje tjera. Ne kemi ditë që jemi kun 960 burgosën që na kanë transferuar për tana burgjet të Serbisë, na kanë mbledh edhe na kanë fluktuar. Kemi ditë që tu do të jetë masakër. Kemi ditë që ne nuk do të kemi jetë sepse është plani i drejt për drejt i përgatitur pe Ministrisë së Punëve të Brendshme me na pushkatu. Po fati jonë ka qenë atë ditë që kur na kanë rrashtu këtu, ka dalë aty pika vërejtimit edhe thejke që duhet të numërojmë se nuk ka vend banim këto mu. Edhe sekunda, gjatë natën e gatë ne kemi dëgju këtu të i gjujt, të i punue me për i marrë kjasishne për me bue vendin ku mundin me arrit ata mimuj për me na pushkatu neve. Edhe s'ka pas aty sekunda edhe kanë fillu gjujtjet. Njërën gjujt bu me dore, njën nue armet për mi i muri, edhe i ka hirë rrefall, edhe këtu në 9 minut, ndikun 130 burgosën jenë pushkatun këtë vend. Ndikun ja 300 burgosën jemi met plagosën. Unë kam met nga ora 6 e mëngjesit, dhe këtë të nesmen ka ora 12, këtu që nuk ka mujt ku përgjint nga tërhek neve, që e në shkue. Për të poshtë e në mshef, sa kanë mujt mu mshef, për me mbjetu tjertë kush ka mujt me pështue. Edhe gjaja që ju ka dhënë urni, mas 30 e sa orë, ju ka dhënë urni që mund delni, ti verifikoni se mund nuk do t'ju nguskosh. Kanë dalë, ne kanë gjetë, ne kanë marrë, ne kanë qu poshtë, ne kanë dhënë një lloj ndihme mjekësore, mas sa kanë pas mundësi, kanë shkuar kanë të djerë në ambulancë këtu që ka qenë, edhe ne kanë dhënë një lloj ndihme. Me 24 maj, ne kanë transferuar për këtujt, edhe ne kanë qu për Lipjan, për Lipjanit, në kanë qu në spital në Prishtinë, atje jam operu 2 herë, edhe në 11 qershor, me 12 qershor natë ka hinë Kosovë, me 11 ka dhënë urdhën që me na transferuar për burgjet e Serbisë, edhe ne kemi shkuar në burgjet e Serbisë dhe kemi bujë dënimin atje, deri në kur bo amnestioni gjithë burgosë. Faleminderit për këtë rrëfim. Respekt. Lavdi të gjithë të rëmbë. Lavdi, inshallah nuk jam harrojnë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.